miq, do të flasim për zhvillimet e fundit nga politika dhe aktualiteti, ngjarje edhe nga sidomos nga jugu i Shqipërisë, ashtu sikur e ka thënë edhe i ftuari, zoti Zaçe Islami, avokati i njohur miku i emisionit ton, të cilin e kam të ftuar, që në jug do të shpërthej së shpejti dhe duket sikur atje ka shpërthyer. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje dhe unë faleminderit për ftesën. Shiko, para gati më shumë se një vit, në mos gaboj që më keni intervistuar ju kam thënë që mbajni mend që në jug do shpërthej dhe veçanërisht në rrethin e Tepelenës. Dhe koha më vërtetoi, jo se isha Kassandra unë, jo se jam në një shenjë dhe parashikoj profet, parashikoj gjëra, po unë dija ngjarje dhe dija dhe mënyrën se si qeveriste Dallkauku përmet peçin Tepelen. Ju keni qenë gjithmonë kritik për të, avokat, madje keni bërë mjaft denoncime, po më duket se ju ka dëgjuar dhe e madhe, ose siç ju po ashtu ju drejtuat në intervistën tonë të parë atëherë, dashim me këmbor. Po, problemi është që ai, jo se nuk I dinte këto Edi Rama, se Tërmet Peçi pa urdhrin edhe pa miratimin e komandantit, se kështu I thosh komandant, nuk në do të asnjë hap. Madje dhe dje në atë dialog të pështirë që ka bërë, ka thënë unë jam ushtari juaj, do të thënë një servilizëm klasik. Komandanti Elveshti. Ja hoqi spaletat. Po komandanti se kishte për ushtarët, e kishte për strategjik pusësh. Po problemi është më I thellë dhe më I rënd akoma. Është tek qeverisja, është tek ndërtimi I jetës politiko-shoqërore, sociale në rrethin e Tepelenës gjatë 12 vjetëve që ka qeverisur Tërmet Peçi. Tërmet Peçi zotëri. Por si ka mundsi, përpara se të hyjmë tek detajet, tek çështjet për të analizuar edhe dyshimet për dosjet caktuara, si ka mundsi që një si ai, pra që të bëj zap gjithë qarkun atje? Sepse në mos gaboj sipas mediave dje është folur për influencën e tij për ngjarjet në Gjirokastër, me malje dhe sigurisht në Tepelen, në përmetën e Tepelen aty ku ka qenë. Në Tepelen e marrim me mend sepse aty ku ka qenë ka lënë pas edhe entourazhin e tij. Po edhe në Gjirokastër pas ka ndikim? Dëgjoj, do ta filloj me një ngjarje që ka ndodhur para një 4 vjetësh, në mos gaboj, kam shkuar në zyrën e tij me kryeplakun e Hormovës dhe me ish luftëtarin e UÇK-s Zotaj. Bernard Zotaj, apo jo? Urdhë? Bernard Zotaj apo jo? Jo Bernard Zotaj, jo. Ngatrova me profesorin. Jo me profesorin. Nëse. Po. Dhe I kemi kërkuar lejen e ndërtimit të memorialit për 217 burra të vrarë nga shteti grek, nga shovinistët grek në vitin 1914 në Hormovë të Tepelenës. Dhe nuk na lejoi. Dhe bëri me dorë nga ambasada, nga konsullata greke, nga Gjirokastër, domethënë që nuk duan ata tha. Pra, Tërmet Peçi I ka shërbyer grekëve, I ka shërbyer Edi Ramës, I ka shërbyer antishqiptarëve dhe Tërmet Peçi është një antishqiptar I përsosur. Si antishqiptar. Nuk është se që ka ushtari I Ramës, siç pas ka thënë ai, sipas mediave. Jo, ka shumë në kurriz Tërmet Peçi. Tërmet Peçi është një spion klasik I grekëve. Po, avokat tjetër, po, ju e keni ngritur edhe mjaft dyshime të tjera edhe për dosje të tjera aty brenda bashkisë. Shiko, kemi të bëjmë me një njeri që është në atë parë një është pa shkollë. Avokat, po si u bë kryetar bashkie, se po tjetë pa shkollë, si u bë atje? Partia të bën jo kryetar bashkie, po partia të bën dhe ministër dhe ti është pa shkollë dhe ti është pa dignitet dhe pa moral. Mjafton që ti shërbesh kryetari, kapos. Pra partia të vë, partia të heq.
Po, ashtu si që tha Kadria Zbiu të Enver Hoxha, po i tha. Partia do të dënoj, tha, se ke bën faj, tha. Edhe ky është njëjta gjë, po ky s'është sa një kime e Kadria Zbiut. Zotri, do flasim në lidhje me personalitetin e Tërmet Peçit. Tërmet Peçi ka sunduar, jo ka qeverisur, po ka sunduar në Kurveles dhe në rrethin e Tepelenës, duke shfrytzuar të kaluarën e Xhaxhait të Tejatit, e Xhaxhait të Nuros. Nurua ka qenë babai i Tërmetit. Dhe Nurua ishte djali i vllait Shevqet Peçit. Dhe Tërmet Peçin e bëri kryetar bashkie Partia e Punës, sepse qenë nipi Shevqetit. Dhe ai këtë gjë, si mjeshtër që ka qenë për të futur vrimave, e shfrytëzoi dhe ka bërë që ka dashur qefi në rrethin e Tepelenës. Tërmet Peçi është i njohur veç të tjerash, me bëmat e tij gjatë vitit 97 nga Kakavia në Memaliaj. Kusuret e tij nuk kanë fund. Krimet që ka bërë, vjedhjet edhe grabitet që u ka bërë qytetarëve janë pa fund, i din qytetarët e Tepelenës. Këto janë të rënda, avokat, i din qytetarët, po si di drejtësia? Jo, i din dhe drejtësia, i din dhe policia, i din tërë, po i mbulon partia. Pra, vim tek veprimtaria që ka qeverisur në Tepelenë. Tërmet Peçi ka bërë disa vila në luftë Nivicës. Tërmet Peçi ka vënë të gjithë rrethin e tij familjar dhe shoqëror i ka vënë në pushtet në Tepelenë, gjatë gjithë këtyre 12 vjetëve që ka qenë kryetar bashkie, dhe ka bërë si ka dashur qefi. Dhe askush nuk është ndihen në Tepelenë, sepse dhe ata që janë ndier nuk u janë dëgjuar, nuk u është dëgjuar fjala, u është bërë kapak gjërave. Do vim tek rasti i klientëve të mi në Progonat. Kanë lidhje me këtë? Po, patjetër. Kemi marrë, ka urdhëruar zëvendës ministrja e shëndetësisë zonja Ramosaço, që në datën 18, në datën 1 gusht 2025, ka urdhëruar që bashkia të hapte dhe të pastronte gropën septike që është në pronën e klientëve të mi në Progonat. Jo vetëm që se bëri, po ase burim mëndit në zjarë fare për atë punë, bile nuk do të dinte se kush është kjo zonjë. Ka që forta e ka pasur marrëdhëniet me kapobandën Edi Rama Tërmet Peçi, dhe Tërmet Peçi është produkt i Edi Ramës, është një zbatues sistematik i vjedhjeve të urdhëruara nga Edi Rama. Do vazhdojmë më tutje. Avokat, por më falë, me profilin që ju ndërtuat për zotin Tërmet, më duket se po ngjan sikur ka qenë Ali Pashaj atje. Ashtu ka qeverisur, një dallkau i tillë ka qenë. Ashtu ka qeverisur, sepse ashtu qeverisin komunistët. Komunistët janë të tërë Ali Pashallar, nuk është njëri vetëm. Mjafton të kenë pushtet. Dhe do vim tek veprimtaria e tij më tutje akoma. Mori para për të ndërtuar thertore në Tepelenë dhe sot kur të ndërtohet. Ka marrë 700.000 euro për të bërë shkollën në Nivicë. Edhe sot është bazë shkolla e Nivicës. Ka vjedhur sa i ka dashur qefi dhe sa i ka arritur krahu, duke vënë gruan pronare në shumë objekte të vjedhura, duke vënë motrë, duke vënë kunatin, duke vënë dëndorë, duke vënë, domethënë gjithë sojnë e sorollopin e tij e ka vënë në pushtet në Tepelenë, në punë, dhe ka vjedhur sa i ka dashur qefi. Ka paguar mbi 20 thavet në Kurveles, i ka paguar, ata janë në Angli, dhe tani që flasin bashkë, punojnë në shtëpi bari, edhe kanë marrë rrogë në Bashkinë e Tepelenës. Pra, nuk kanë fund krimet dhe poshtërsitë e Tërmet Peçit. Por nuk është Tërmeti ai që duhet dënuar zotëri.
është Edi Rama që ka vënë Tërmet Peçin atje. Po tani si duket Tërmeti dikuj i ka prishu qefin patronit, edhe ai u shpreh ashtu në atë mënyrë. Lidhur me fjalët që janë hapur për kryetarin e Bashkisë Gjirokastrës, me sa di dhe kuptoj që Edi Rama ka marrë informacion dhe vazhdojmë tek ato që ju insistioni bëma te zoti Tërmet Peçi para se të vinte deputet në Kuvendin e Shqipërisë. Se nga momenti që ka ardhur në Tiranë nuk kemi dëgjuar gjë më për të. Tërmeti gjatë kohës që ka qenë te Velen, që ka qenë kryetar bashkie, ka vënë në punë gjithë sistemin e spionëve që sot quhen patronazhist, kryesisht në Kurveles. Dhe ka mbajtur veçanërisht afër dhe ka mbështetur në çdo veprim të tyre korruptiv Ismail Gugën, Sokol Gugën me kompani, një fisk tribal që më sulmuan mua në krye të detyrës në progonat. Po është ngjarja që ne kemi folur që keni pasur. Po, që e kemi diskutuar. Dhe i mbështet akoma dhe sot e kësaj dite nuk shkon të zbatoj ligjin dhe vendimin e IKMT-s qendrore në Tiranë për të liruar trullin e zaptuar të klientëve të mi. Pra, ka ndërtuar një sistem të tillë hajdutësh dhe spionësh që mirë ata njerëz çfarë heqin atje. Do marrim konkretisht për kë ka fjalën. E ka fjalën për Ismail Gugën. Patronazhist sot e 70 vjeç, 80 vjeç. Pra, që në kohën e Enverit dhe sot e kësaj dite ai e kishte domethënë të parin. Ai komandonte, ai qeveriste në Bashkinë e Tevelenës. Ç'është Ismail Guga bëhej. Dhe vazhdon të bëhet akoma ç'është Ismail Guga, sepse e ka transferuar atë urdhrin e tij për ta mbajtur afër Ismail Gugën edhe te kryetari i bashkisë. Dhe kam thënë dhe them prap, Tepelena ka nevojë për kirurgji, nuk ka nevojë për aspirina. Kështu që kryeministri kur të flas për Shefqet Peçin duhet të zbres me këmbë në tokë të vej vetë Tepelen. Ose të dërgoj njerëz se i japim na informacione që jo vetëm ai Tërmet Peçi, po dhe disa të tjerë duhet shkojnë në burg në Tepelen. Por avokat do të themi edhe ndoshta anën tjetër që më duket se Tërmetit i rani qaf para zgjedhjeve për një gjoja skandal që shpërtheu atëherë, jo video, më the të thash, po nuk doli asgjë. Duket se ishte e sajuar ajo. Jo, asgjë s'ka qenë e sajuar, njerëzit e dinë, ai pagoi thuhet nga Gojtë e Liga, unë nuk kam qenë atje, po thuhet nga Gojtë e Liga që i ka paguar bashkëshortit asaj zonjës 2 milion lek, a 2 milion euro, nuk e di sa i qenë, dhe u mbyll ai skandal. Po skandali që i saktë dhe të tërë njerëzit e Tepelen e dinë. Pra, to janë, edhe nuk është i pari Tërmeti që i bën këto punë, komunistët janë të tërë të tillë, me këto punë merren. Ka ndalë video të tilla dhe probleme të tilla erotike sa të duash në udhëheqjen e Partisë Punës që drejton sot Shqipërinë, kështu që nuk është ndonjë gjë e re ajo. Po ky e shikoni fundin e Tërmetit këtu apo mund të jetë edhe ndoshta një fillim i ri? Jo, Tërmeti është pa shkollë dhe Tërmeti nuk është për atë punë ku është. Nuk është për të mbajtur atje ku e quan. Por me sa duket, meqense Tërmetin e ka thirrur Spaku 2-3 herë, Edi Rama e pa që nuk e shpëton dot më dhe e lëshoi i dha duart. Domethënë pasi Tërmeti u thirr në Spak disa herë, atëherë dolli Edi Rama dhe foli për të. Pra as komandanti nuk e shpëton më. Jo, absolutisht jo. Tërmeti mbrojti fisin Gugaj që erdhin e musulmuan mua dhe klientët e mi në pronë të klientëve të mi 11 vetë. 11 vetë. Dhe i mbrojti duke penguar dhe punën e policisë, duke i urdhëruar policët që të mos merren, të mos bënin asnjë veprim për ta denoncuar krimin dhe për të marrë masa. Pra kemi të bëjmë me një
gangster, hajdut pa shkollë, tamam, si them, një Merolance. Po Merolance që tjetër model, tjetër mark. Ndërsa ky është hajdut pulash, që është marrë me gjërat vogla. Dhe pastaj i dhanë pushtet dhe u mor me miliona euro, që vetëm euro ka tani të nxjerra nga Spaku 62 milion euro të vjedhura. Se sa do vazhdoj kjo punë, nuk e di. E di kryeministri tia, komandanti i tij, por kemi të bëjmë me një hajdut dhe një kriminal ordiner, i të cilit i dhanë pushtet, e mbajtën 12 vjet kryetar bashkie në rrethin e Tepelenës, shkatërroi gjithë atë kulturë dhe atë të kaluar të Kurveleshit që ai Lefter Venizelua në 1914 tha, dhe më mirë të kishte 15 milion shqiptarë se sa të kishte Labëri. Ai e ka katandisur Labërin për faqe të zezë për turp të botës, që nuk ka ku të shkoj më. Kështu zotëri, këto janë bëma të vegjëm. Ka paska dhe janë tjetër nga ajo që ju më tha që nuk paska qenë fare kështu, se pastaj qenë dhe nuhatës, se ju më tha që ka pas lidhje të forta dhe me Grekun. Unë di nga Gojti Liga në Tepelen që ai ka pasaport greke. Ndërsa lidhur me veprimtarinë e tij si kryetar bashkie, kam vajtur dhe kam kërkuar 3 fije letër, 3 letra, 3 dokumenta, dhe më kthen, e kam dokumentin aty që thot duhet të paguash 250.000 lekë të vjetra për 3 fije letër. Kjo s'kishte bërë baki. Pra keni pas përballjen direkte me të? Po, disa herë. Të njëjtën gjë bëri me banorët e Mesgoranit, të Pelenës, të cilëve u kërkoi ja kanë faturën aty, u kërkoi 1 milion lekë për të marrë 5 fije letër. Dokumenta. Ky është Tërmet Peçi. Tani i ka ngrënë ato lekë të tëra vetë apo jo, këtë nuk e di, mendoj që i ka dhënë shumë. Pjesën më të madhe ka marrë kumandari, ka marrë Edi Rama. Po, atë që kishte thënë dje sipas medias. Komandanti ishte nxehur shumë. Dgjoj. Ai ka shërbyer Edi Ramës dhe Edi Rama e flaku si një leck nga këto që pastrojnë dyshement. Të përdorur shumë, që s'bën më punë dhe hodhi poshtë. Këtë bëri. Tani, megjithse ai e hodhi poshtë, ai prapi mbeti servil deri në fund. Jam ushtari yt, i tha. Imagjino se me çfarë personaliteti kemi të bëjmë për të drejtuar një rreth të tërë. Keni besim te ky kryetari i ri, avokat? Gramos Sako, po bën diçka andej që ju mendoni që mund t'i kthej gjërat në vija, po kam një përplasje me të në lidhje me pronën e familjes Muhaj në ujë të ftohtë, të cilët kanë dokument origjinal. Ju e keni mbështetur kryetarin e ri, tek bisedat që ne kemi bërë, keni thënë që kam besim tek ai. Po. E kam thënë duke pasur parasysh që ka qenë oficer dhe që do drejtoj si drejton një oficer, me drejtësi dhe me korrektesë. Mirë po me familjet Muhaj, ai nuk posedet korrekt dhe duhet urgjentisht të pastroj bashkinë e Tepelenës dhe institutin vendor të mbrojtjes së tokës, IVMT, që ajo ta heqi nga puna kryetarin në kryetar, të tre ata janë atje që punojnë aty, sepse janë që të 3 mashtrues. Ne kemi dokumenta autentike të pakontestueshme, origjinale, që prona është e familjes Muaj, dhe me vendim të Komisionit të Kthimit Pronave, dhe me certifikat pronësie, dhe me gen plan, dhe me plan vendosje të tëra, dhe pretendon Gramosaku thotë është pronë shtetërore. Tani unë si kuptoj, si mund të ngulkëm kur unë kam dokumentin origjinal në dorë. Pra vim tek ai rasti që tham vjedhin sot pronat i vjedhin nëpërmjet hipotekave. Nuk e bën dot këtë gjë në rastin e ujit të ftohtë Gramozi, unë i kam thënë dhe i kam bërë thirrje bile që të heq dorë, të largohet në ajo pronë, megjithatë është punë e tij dhe të bëjë çfarë të dojë.
Avokat, të lutem edhe diçka, se më thatë që Tërmeti e çarmatosi Labërin. Po, s'kemi dëgjuar asnjë zë tani me gjithë ato lëvizje që po bëhen nga Greqia, me gjithë ato kërkesa, gjëra. Se përpara më tha që ai Greku tha që më mirë kishte 15 milion shqiptarë se sa Labëri, po tani Labëria më duket pasavajt aty ku duan ata. Po s'kan lënë djem edhe burra mbrapa ata të parë, ata Labrit e parë. Kanë lënë shokët e Tërmetit. Kjo është fatkeqësia. Okej, avokat, unë të falenderoj shumë për bisedën. Edhe unë të falenderoj për intervistën.